Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ishte sot në tregun industrial në Tiranë ku zhvilloi takime me qytetarë dhe përfaqësues të bizneseve. Në një deklaratë të fortë, Berisha akuzoi qeverinë për abuzime të rënda në sektorin e shëndetësisë, duke i quajtur sistemin një mafie që vjedh qytetarët e sëmurë. Ai denoncoi mungesën e ilaçeve jetike dhe pajisjeve diagnostikuese si PET scanner, ndërsa premtoi ndërhyrje të fuqishme për të rivendosur kontrollin dhe dinjitetin në shërbimin shëndetësor publik. Këta morën ushin dhe tomën, u ala në dorë ilaçet këtyre. Ne kishim një ligj, asnjë ilaç nuk shitej në Shqipëri nëse nuk përdorej në 2 vende të Bashkimit Evropian. Ilaçet kanë specifikat e veta, duhen për 3-4 të smur, kushtojnë shtrenjtë. Por kur firma ishte këtu, bënte zbritje të fitonte diku tjetër. Parat vidhen nga Ministria dhe Drejtoria. Është krim i shëmtuar. Sot çdo ditë u telefonojnë të sëmurëve, këtë muaj nuk keni mjekim. Kemi sjell 3 cikotron, 1 në neurokirurgji, 2 në onkologji. Pse 3? Në mënyrë që të mos ngelej vendit, sepse është për diagnozën dhe smundjen. Sot asnjëri nuk funksionon. Nuk ka PET scanner. Sot është bërë gjëja më domosdoshme, por shqiptarët duhet të shkojnë te privati, të paguajnë shtrenjtë dhe të presin në radhë. Kjo është një mafia dhe kjo merr fund. Do vendosim dorë fuqishëm, premton Berisha nëse fiton pas 11 majit.